Gjatë vitit të kaluar, fondi total limiti i prokuruar zinte 16.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ose në një vlerë prej 402.3 trilion lek. Referuar raportit vjetor të Agjencisë së Prokurimit Publik, vërehet se në 2024 ka një rritje të raportit të fondit total limit me prodhimin e brendshëm bruto krahasuar me vitin 2023, kur ky raport ishte 6.7%. Kjo rritje e raportit të fondit total të publikuar me prodhimin e brendshëm bruto vjen si rezultat i rritjes së numrit total të procedurave të publikuara në vitin 2024, e cila si pasojë sjell edhe rritje të fondit total limit të publikuar. Prokurimi publik është një nga fushat kryesore të veprimtarisë shtetërore dhe një nga proceset më të rëndësishme në menaxhimin e financave publike. Numri total i njoftimeve të kontratave të procedurave të prokurimit publik të shpallura gjatë periudhës janar-dhjetor 2024 në sistemin e prokurimit elektronik, sipas tipit të kontratës, shërbim, mallra, punë, në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimeve Publike është 6.811 procedura. Nga analiza e të dhënave për gjithë vitin 2024 vërehet se numri më të madh të procedurave të shpallura zën ato për prokurimin e mallrave me 3.789 të shpallura në total, ose 56% të procedurave totale, duke vijuar me procedurat për shërbimet 1.796 ose 26% dhe të punëve publike 1.226 procedura të shpallura në total ose 18%. Gjatë vitit të kaluar ka një numër të rritur të procedurave të prokurimit të shpallura krahasuar me vitin 2023, konkretisht 1.561 procedura më shumë. Ndërkohë fondin më të lartë të procedurave të shpallura sipas tipit të kontratës e zë fondi procedurave të tipit punë publike me 68% të totalit, pasuar nga procedurat e tipit të mallra me 17% dhe shërbime me 15%.